Përshëndetje Agnesa njëherë dhe për shikues të koalicionit që po vazhdojmë me qëndruar me neve. Ne aktualisht jemi në hapësirat e Ndikos këtu në Prishtinë dhe sot do të flasim për gjitha shërbimet e cilat kryhen në këtë pikë dhe po ashtu edhe tani më në një mbështetje në ambientin familjar për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara dhe që kanë nevojë patjetër një ndihmë nga ana e profesionistëve. Me mua këtu pranë është Kaltrin Misini, e cila është nga Ndikos. Mirëmëngjes Kaltrin dhe faleminderit shumë që na ke pranuar. Mirëmëngjes Besiana, mirëmëngjes edhe për gjithë shikuesit e KTV-s. Atëherë ka disa muaj që keni filluar me shërbime në ambientet e shtëpisë, në ambient natyrore themi kështu. Çfarë lloj shërbimesh po ofrohen? E përmendë që kemi nisur me, nuk është hera e parë që ofrojmë realisht shërbime me bazë në shtëpi, mirë po kjo që kemi nisur para 5 muajve diku, ka të bëjë me një program më ndryshe të ofrimit shërbimeve, bëhet fjalë pra për shërbimet të cilat përkrahen apo mbështeten prej UNICEF-it në Kosovë dhe financohen nga qeveria e Luksemburgut. Është një program i ri i cili realisht është planifikuar fillimisht si një pilot projekt përpara se si do të vijojë ky program i ri i shërbimeve, të cilat përpas në Prishtinë ofrohen edhe në 4 komuna tjera të Kosovës. Pra kemi hyrë tashmë në muajin e 5 të ofrimit këtyre shërbimeve apo kësaj mbështetje nisur prej mbështetjes psikologjike, fizioterapi, ergoterapi, logopedi dhe zhvillim social. Kemi identifikuar deri tash dikon 200 fëmijë me vështirësi zhvillimore dhe me aftësi të kufizuara në këto 5 komuna ku jemi të fokusuara, pra përmenda Prishtinën dhe 4 komuna të tjera, e që ideja e këtyre shërbimeve është që të ofrohen aty ku fëmia dhe prindi ndihen më së miri. Pra kemi të bëjmë kryesisht me ambientet natyrore, përfshirë shtëpinë, kopshtin apo në çfarëdo ambienti tjetër ku përfituesit pra ndihen mirë të marrin shërbimet apo mbështetjet të cilat edhe i përmenda pak më herët. Sigurisht që synimi është që të ndikojmë pozitivisht në zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe në mirëqenien e tyre si dhe në socializimin më të madh të tyre, e që gjithë kjo ka qëllimin pa ashtu dhe fuqizimin e familjes. Për këtë arsye edhe target kemi përcaktuar këto lokacione ku fëmia mund ndihet më së miri, pra në shtëpi, në kopsht, në ambiente të tjera natyrore, kudo që ata dëshirojnë. Katrina, sa ndrejtur ndryshime pozitive të themi, sepse më herët janë kryer ndoshta shërbimet është dashur që dinë fizikisht këto me fëmijët e tyre, mirë po ju vetë treguat që pikërisht kjo bëhet në mënyrë që fëmijët dhe prindrit ta ndjejnë veten siç është më së miri, dhe ajo nuk ka më mirë se si të ndjehen përpos nëse janë në shtëpitë e tyre. Sa e keni vërejtur rezultatet pozitive pikërisht nga këto shërbime që kanë filluar kështu? Në krahasim me herave të tjera. Ofruesit të shërbimeve, të cilët janë profesionistë në fushat e përcaktuara që janë punonjës të Ndikosit, bëjmë vlerësimet e tyre kohë pas kohe siç i kam të parapara, po sigurisht unë e përmenda që objektiv ka qenë ndikimi në zhvillimin e tyre, në socializimin dhe fuqizimin e familjes. Dhe kjo është e rëndësishme sepse kemi për shembull shërbime kur përdorin edhe mjete të shtëpisë apo domethënë e përshtatin me ato se si ofrojnë shërbime, dhe sigurisht që veç ka nisur të vrehen edhe përmirësimet apo objektivat të arrin ato të cilat janë përcaktuar. Mirë po kjo nuk është metoda e vetme përmes së cilës ofrojmë shërbime, ne tutje vazhdojmë të ofrojmë edhe në qendrën tonë në Ndikos shërbime sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara. Aktualisht kemi dikun të 41 fëmijë të përfshirë në shërbimet sociale në regionin e Prishtinës, sepse projekti mbështetet prej komunës së Prishtinës dhe të njëjtën kohë ofrohen pra edhe mbështetje psikologjike edhe fizioterapeutike në qendrën tonë ku në bazë aditore pra prindërit i sjellin fëmijët e tyre për të marrë pas një kosto pra këto shërbime. Përndryshe, tash së fundmi përmes një projekti të mbështetur prej Ministrisë së Drejtësisë, i cili do të zgjasë dikon një vit, kemi nisur po ashtu shërbimet me bazë në shtëpi për të rriturit me aftësi kufizuara, pra edhe për të rriturit do ofrojmë mbështetje psikologjike dhe fizioterapeutike në për shtëpitë e tyre. Këto e kemi praktikuar në për projektet e kaluara, e kemi parë që ka sukses, sepse sigurisht që ka edhe persona me aftësi kufizuara me diagnoza ndoshta më të rënda, të cilët e kanë pamundur të dalin prej shtëpisë, kur e dim
për më tepër që ka dhe sfida tjera, barjera tjera, nisur për i qasës infrastrukturore, ku mund të agem pa mundur edhe daljen për ambienteve tyre shtëpis. Kështu që ne e kemi rikthyer pra këtë praktikën e ofrimit shërbime me bazë në shtëpi edhe për të rriturit, që po shpresojmë që do arrijmë objektivat dhe do përkrahim sa do pak në mirëqenien e tyre. Po këto të cilët marrin vetë shërbime, ka edhe staf të mjaftueshëm të profesionistëve që t'i mburojnë ndoshta gjithë ato kërkesat të cilat janë? Shko, Hendikosi vazhdon të funksionojë 100% me projekte dhe në bazë të kapaciteteve ne mundohemi të përfshijmë fëmijë, po sigurisht edhe staf të cilët do të ofrojnë shërbime për ta. Sigurisht që kërkesat janë shumë më të mëdha, nevojat janë shumë më të mëdha, pra ne kemi shumë fëmijë tjerë të cilët janë në listë të pritjes, në cilin do projekt cilin e përmenda deri tash. Mirë po ne në bazë vlerësimeve të cilat i bëjmë mundohemi që të përfshijmë me aq sa kemi kapacitet fëmijë në shërbime, por që nevojat edhe kërkesat janë shumë më të mëdha. Përndryshe, shumica e projekteve të cilat veç i përmenda përmes të cilave ofrojnë shërbime sociale që mund të themi janë jetike për mirëqenien e fëmijëve dhe të rriturve me aftësi kufizore, pritet përfundojnë diku në shtator, shumica prej tyre. Dhe me gjasë do të ketë periudat saktuara kur nuk do të mund të ofrojmë fare shërbime për komunitetin, dhe kemi përmendur disa herë që periudat kur edhe ndërprehen shërbimet mund të kthehen në regres të shëndetit të tyre. Pra gjithë rezultati sa është arritur për 6 muaj, 1 vit, pra mund të humbas për 3-4 muaj, sepse këto shërbime duhet të jenë të vazhdueshme, të qëndrueshme, dhe për këtë ne çdo herë dhe bëjmë thirrje që të kemi mbështetje më të qëndrueshme institucionale për ofrimin e këtyre shërbimeve. Edhe në fakt sa po ja dalin institucionet që mendimu, sepse vetë regua që disa projekte vetë se po ndalen në gjysmë, më pas po rikthehemi përsëri në pikën 0. Po këto janë pra vetëm projekte që zgjasin 6 muaj, 1 vit. Unë përmenda që kemi projekt për komunës së Prishtinës që përfundon në shtator, kemi projekt për Ministrisë së Drejtësisë që sa ka nisur, po do të zgjas vetëm 1 vit. Pra afatet kohore të përcaktuara bëjnë që të mos kemi pra dhe shërbime të qëndrueshme, sepse përmenda që funksionojnë vetëm përmes projekte. Për këtë arsye është shumë e nevojshme që të kemi mbështetje institucionale të qëndrueshme dhe të vazhdueshme në mënyrë që të mund të ofrojnë për komunitetin shërbime të cilat dhe ka nevojë në mënyrë të pandërprerë. Përpas vazhdimit të projekteve që është një kërkesë pra e vazhdueshme e Hendikos, si sfidë kryesore e cila mbetet këto? Kemi hapësira të mjaftueshme këtu, janë ndoshta edhe këto themi ngjarjet e cilat vetë organizohen, janë tërheqëse për fëmijët që ndoshta ata t'i bëjnë edhe të kalojnë atë sfidë më lehtë, edhe po ashtu që t'i kalojnë sfidat patjetër më shpejt. Po, patjetër, përpos shërbimeve ne organizojmë edhe aktivitete të ndryshme rekreative, qoftë në mënyrë grupore për fëmijët këtu në qendër, po ashtu edhe për të rriturin, të cikët që ne mbështetje ofrojmë edhe për prindërit e fëmijëve me aftësi kufizore, kryesisht mbështetje psikologjike, është edhe grupi avokusi prindërve të cilët në vazhdimsi avokojnë edhe lobojnë për drejtat e fëmijëve të tyre në bashkëpunim dhe me këshillim të Hendikosit, pra ne mundohemi që të përfshijmë fëmijët, rriturit dhe prindërit e fëmijëve me aftësi kufizore në aktivitetet tona, në shërbimet tona, në mënyrë që sadopak pra t'i mbështesim në rrugtimin e tyre që padyshim është shumë sfidues. Altina, unë falenderoj shumë për kohën që e pate, edhe që na pritet këtu, edhe për gjitha këto detajet të cilat na ofrova. Shumë faleminderit Besiana edhe Prianës tuaj. Faleminderit shumë. Atëherë, Agnesa, ne me kaq po e përfundojmë me shpresën që sa më shumë projekte patjetër i bashkon Hendikos në të mirën e gjithë fëmijëve, po ashtu edhe personave të cilët vetë janë me aftësi të kufizuara, por nevojitet edhe mbështetja institucionale. E kalojmë linjën tek ju në studio.